Mirëmbrëma dhe përshëndetje miq të Partizani Channel. Ja ku jemi drejt për drejt në arenën e Demave, aty ku pritet të fillojë dhe takimi derbi kryeqytetit mes Partizanit dhe Dinamo City për Group Motion e 8 vjeçare, pra skuadra Aldo Durrës rikthehet live në Partizani Channel në përballjen e radhës ndaj Dinamo City. Edhe një herë kërkon të përgjigjet me një mënyrë, shikon një mundësi e artë për skuadrën e Dinamo City. Gjithmonë Dinamo numër 7, Trokthi, goditje fort jashtë kuadratit për një ishi. Që provon tashmë, është një skem kjo, një top drejt numrit 4. Goditja me jeshme, ndryr Cefalia. Nga e djatha provon numri 7 Trokthi me forcë dërgon drejt zonës. Nuk ka largon si duhet, më pas goditja që fatmirësisht bllokohet në trupin e një lojtari të Partizanit. Edhe një tjetër goditje në dy kohë Cefalia. Kaja tashmë duhet ta largojmë të dalin nga ky moment. Kreziu, çfarë topi të bukur tashmë për Partizanin, niset Kreziu. Shikon krosimi mjaft i bukur, goditja jashtë kuadratit. Hoxha arrin në limite, por bën mjaft mirë Sallaku, mundësia, hyka, goditja, bllokohet nga Bozha. Krosim drejt zonës i rrezikshëm dhe vjen goli e pabesueshme. Çfarë ndodh këtu në arenën e Demave? Ndërkohë që Zekaj ka mundësi Partizani, Zekaj gjithmonë ka pranë hykën, topi është për të rrotulluar hyka, e godet jashtë, pabesueshme. Çaushi. Myrto. Vyshka tashmë. Edhe një kërkohet zona. Është hyka, e stopon mirë. Endron krah për Hoxhen, lëviz mirë. Duhet goditja, heziton, tashmë godet shumë larg kuadratit. Në top ide mjaft e mirë për hykën i cili arrin dhe kemi 11 metrash. 11 metrash për Partizanin, është Ergit Hyka. Niset Zekaj. Shikojmë goditja dhe gol! Ka shënuar Partizani! Është Rej Zekaj, 1-1, barazohet sfida në rejnë e Demave, po pse jo? Të shkojmë në qendër, të provojmë edhe mundësinë sekondet e fundit. Është e lodhur Dinamo, jemi në avantazh numerik, edhe tashmë duhet shfrytëzojmë edhe 1 minutë, pse jo? Tashmë mundësia për skuadrën e Dinamos. Do e bëhet mjaft e bukur. Ka hapësira Allaraj, gjithmonë Allaraj, drejtohet zonës, vjen goditja Cefalia. Edhe njërë Partizani largon në vjen fatale. Ishte një ndërhyrje vendimtare, por duhet të regojmë të kujdesshëm, të dalim tashmë, të provojmë. Në krahun e majt Zekaj. Emocione në këto çaste. Është Hoxha. Provon Hoxha. Edhe me këtë parabol! 2-1 Partizani! Risel Hoxha! Spektakël në Arena Dema, një përbysje fantastike në momentet e fundit të sfidës. Është Risel Hoxha, një kryevepër e numrit 11 dhe festa në delir, tifozeria dhe të pranishmit këtu në prindër, pra lojtarët të gjithë janë në vërtet emocionuar, duke të gëzuar pas këtij goli fantastik të Risel Hoxhës. Çfarë momentit! Nuk kam më kohë mbyllë këtu, sfida e javës 7 me fitoren e Partizanit, skuadrës së Aldo Durrës, e cila ka marrë një fitore ekstremis, duhet thënë.